Mirëmbrëma dhe mirë se vini në ora e fundit. Ervin Saliani në takimin e Demokratët e Shkodrës është përplasur kok më kok me Sali Berishën që u shfaq në një tjetër takim në Korçë. Kreu i Partisë Demokratike u bëri thirrje demokratëve të mos shkojnë në takimet e ish-deputetit që bëri burg për partinë, duke pretenduar se ato i organizoi Benet Beci. Por Saliani ju përgjigj Berishës, duke thënë se Beci më parë ka qenë drejtori i Partisë Demokratike. Ish-deputeti tha se vetë përjashtimi nuk parashikohet në statutin e Partisë Demokratike dhe është një shpikje e servilve të Berishës. PD si një film tragjikomik këtë fundvit. Kryetari Berisha dhe i vetë përjashtuari Saliani u përplasën kok më kok këtë të shtunë në të njëjtën orë, nga 2 cepa skajor. Saliani për foltoren e radhës me demokratët zgjodhi Shkodrën, kurse doktori për serialin e tij një kinema në Korçë. Në distancë të dy kishin nga një paralajmërim. Doktori nuk paralajmëroi më Salianin për vijat e kuqe, por demokratët që i shkojnë nga pas. Në mesazhin dërguar nga Partia Demokratike në Shkodër, ju kërkua demokratëve të mos marrin pjesë në takimin e ish-deputetit, me argumentin se organizohet nga Benet Beci. Saliani e mohoi dhe kujtoi se Benet Beci, para se të bëhej kryebashkiak i Ramës, ka qenë drejtori Berishës. Gjatë ditës së djeshme, ju po edhe thuajse gjithë demokratët jeni ndeshur me mesazh që tani më është bërë rutinë në çdo takim që ne zhvillojmë me demokratët. Nuk do t'ja dalin dot. Siç po e shihni dhe siç e din qytetarët shkodran, por edhe gjithë Shqipëria, në rastin e Shkodrës Benet Beci nuk ka qenë një drejtor i emëruar prej meje, as i emëruar prej jush. Ka qenë ish drejtor i emëruar prej drejtuesve të Partisë Demokratike dhe i mbajtur me pekule me gjatë në institucionet më të rëndësishme. Paralajmërimin e kishte për vetë Berishën, kur nuk ju trem burgut, nuk i friksohet as përjashtimit. Duhet thënë qartë, e vjetra ka dështuar. Ka dështuar sepse ka folur shumë dhe ka vepruar pak. Ka dështuar sepse është mbyllur në interesa të ngushta. Shikoni pak rastin e Partisë Demokratike edhe në këtë moment. Partia Demokratike ka një statut dhe nuk ka asnjë shans që të përjashtohet dot askush nga Partia Demokratike. Po për shkak se zyrtarëve të Partisë Demokratike, rrogtarëve dhe përfituesve të Partisë Demokratike, nuk ju vjen mirë që funksionin që kanë ta mbajnë me punë, por e duan ta mbajnë me marifete edhe qyl, nxjerrin edhe shpikin terma që nuk ekzistojnë. Nuk ka vetë përjashtim, ka vetë përfshirje, ka vetë aktivizim, ka përballje. Kurse doktorin Korç nuk kishte kthyer mendje, vija e kuqe me tete kuqe. Jemi realist, kjo parti nuk i ka borx, nuk na ka borx ne. Ndodhin që vënë interesin e tyre, interesin e vetë, mbi idealet për cilat ne luftojmë. Dhe ata të cilët kanë shkelmuar besimin e qytetarëve, ata pa diskutim që do veçohen, kanë të i kaluar vijat e kuqe. Telenovela e nisur këtë fund 2025 duket se do të vijojë edhe në vitin 2026. Nga njëra anë, Sali Berisha mbledh militantët e tij të përjetshëm, kurse Saliani mbledh demokrat të lodhur nga Sali Berisha. Pyetja është, a do të ketë kjo histori një fund të lumtur për Partinë Demokratike? Dhe për të folur për këtë ngjarje, bashkohet me mua nëpërmjet një komunikimi të drejtë për drejtë profesori i njohur Ervin Karamuça. Profesor, mirëmbrëma, kënaqësi që jam me mua drejt për drejt në ora e fundit. Mirëmbrëma. Profesor, çfarë procedurash, le të themi, ndjek Kongresi Amerikan dhe çfarë ka në thelb ky projekt ligj për Ballkanin Perëndimor, ku në fakt përfshihet edhe Shqipëria? Atëherë, për të qartësuar fillimisht procedurat, më duhet të them që kjo ka qenë një iniciativë e disa kongresmenëve, qoftë të djathtë dhe të majtë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, të cilët kanë rënë dakord ta propozojnë këtë. Është ende në fazën e introducing, pra të prezantimit si një projekt që më pas do të kalojë në komitetet përkatëse ku do të diskutohet në Kongres, do të miratohet më pas nga Kongresi në një seancë plenare dhe më pas do kalojë në Senat. Nëse miratohet dhe Senat, atëherë do të nënshkruhet nga ana e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe atëherë mund të vihet në ekzekutim.
E shikoj këtë në kuadër të lëvizjeve të reja gjeostrategjike mbas luftës në Ukrainë, ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës Ballkanin e shikojnë shumë vulnerabël në raport me ndikimin rus dhe atë kinez, kështu që po marrin masa për forcimin e institucioneve dhe shumë komponentëve të tjerë të shtetit të së drejtës, qoftë edhe në aspektin ekonomik dhe social, që këto shtete të mos shkasin në drejtim të lindjes. Pse po bëhet me ligj? Po bëhet me ligj që të ketë mundësi që ato 6 pika ose 6 pillars kryesor të shoqërohen dhe me një faturë financiare që detyron vetë ky ligj nëse miratohet nga ana e Kongresit dhe Senatit për të fuqizuar më shumë dhe për të sjellë edhe asistencën e nevojshme, e cila deri më sot është bërë me fonde të Departamentit të Shtetit ose projekte të caktuara në këtë kuadër, po jo me një ligj të mirëfillt. Pra ka pasur disa marrëveshje, po jo me një ligj të mirëfillt. Dhe me këtë ata ju thash, e para synojnë të forcojnë institucionet, siç u përmendën në kronik, e dyta të vijojnë dhe të fuqizojnë luftën kundër korrupsionit, krimit organizuar, karteleve, siç e kanë përmendur her pas here, të japin një shtysë të madhe ekonomisë dhe të jetë më shumë transparente ky aktivitet, duke parë nivelet e aktiviteteve kriminale, sidomos ato të pastrimit të parave. Pra në të gjitha këto pikpamje, qoftë edhe në forcimin e universiteteve, liderëve të rinj etj, kjo shikohet si një forcimin e një strukture të mirëfillt për shtete të qëndrueshme, të cilat nuk duhet shkasin në krahët e Rusisë dhe Kinës. Pra është e gjitha një përpjekje gjeostrategjike, asgjë më shumë. Profesor, a ka lidhje, le të themi, ky projekt ligj ndoshta edhe me vizitën që ka bërë ish kreu i SPAK, Altin Dumani, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në muajin shtator, dhe mbi të gjitha çfarë po bëjnë amerikanët në SPAK? Atëherë, mesazh bërë publike sigurisht që për një komponent të rëndësishëm siç është lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, zoti Dumani jo vetëm Shtetet Bashkuara të Amerikës, por edhe në Gjermani dhe së fundi në Britani, ku dhe ka marrë çmimet përkatëse të nderimit për karrierën e tij dhe për kontributin që ka dhënë, është pyetur madje edhe në Bruksel në lidhje me situatën, me gjendjen, punën që po bëhet, sfidat që kanë, dhe ndërkombëtarët nuk është se janë dëgjues të thjeshtë, por sidomos Shtetet e Bashkuara që kanë një asistencë dhe prezencë të madhe në këtë institucion, i mbajnë shënimet dhe bëjnë edhe ata referimet e tyre në organet vendimarrëse në institucionet e Washingtonit. Kështu që unë mendoj që ka një rol mbi situatën, ka një rol mbi atë se si e lexojnë ata nëpërmjet institucioneve tona se çfarë po ndodh, dhe se si ndërhyjnë ata më pas, se si reagojnë me çfarë instrumentesh. Qoftë këto me një asistencë të shtuar që ne e kemi parë gjatë tyre kohëve, sidomos të agjentëve të FBI-s, Ovdatit, ICITAP-it, DEA-s etj. Dhe po ashtu edhe ndihmës së ndërsjellë që na kanë dhënë për shumë prej hetimeve proaktive dhe çështjeve konkrete, të cilat po zhvillohen nga ana e SPAK-ut me përparësi. Kam edhe një pyetje të fundit për ju, profesor. Mendoni se ky projekt ligj do godasë edhe më fort personat që janë shpallur tashmë në non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku mes tyre është edhe ish kryeministri apo ish presidenti i vendit, zoti Sali Berisha, dhe familja e tij gjithashtu? Shikoni, ju e dini që unë nuk hyj në këto komentet në çështje personale qoftë politikanëve me emra konkret, po di të them këtë, që nuk ka kthim mbrapa për asnjë person. Pra, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë thënë tashmë qartë dhe koha e ka provuar që nuk mund të ketë amnisti më për gjitha vendimarrjet, sepse pavarësisht presidenti i parë, i dytë, i tretë që mund të vendosin siç kanë vendosur dhe do vendosin për persona konkret, ata kanë një politikë konsistente, pra të qëndrueshme në lidhje me vendimet që marrin, në lidhje me projekcionet që kanë dhe në lidhje me çfarë duan të arrijnë objektivin kryesor vetëm në Shqipëri po dhe në Ballkan. Dhe përfshirë këtu emra konkret, të cilët ata i kanë konsideruar që kanë qenë kontributor të korrupsionit, të lidhur me krimin organizuar etj, ata nuk bëjnë negociata. Kështu që prandaj po i jepet një përparësi sidomos elementit politikanëve të rinj, të universiteteve që të shtyjnë përpara këtë lloj elite,
sepse shikojnë që ka ardhur koha për ndryshime në Ballkan që të mos ngelemi ende tek politika e vjetër. Faleminderit profesor që ishit me mua në këtë komunikim të drejt për drejt në ABC News. Faleminderit ju. Ndërkohë dua që të vijojmë me të tjera ngjarje ku një zjarr i madh ka shpërthyer në mesditë në një pikë parkimi autobusësh jashtë përdorimit në flak të Durrësit, flakët të shkaktuara kryesisht nga gomat dhe materialet e tjera plastike kanë shkaktuar një rrej gjigante tymi toksik që është përhapur deri pranë qytetit të Durrësit. Pista kryesore e timit për këtë ngjarje është zjarrvënia e qëllimshme me benzinë. 10 autobus të vendosur në një fushë pranë sektorit Rinia në Durrës janë shkrumbuar nga flakët. Një pjesë prej tyre kanë qenë të mbushur me goma, çka ka bërë që zjarri të përhapet me shpejtësi. Zjarri në autobusët, të cilët kanë qenë të gjithë jashtë përdorimit, ka rënë rreth orës 2:05, ndërsa shefi zjarrfiksëve Nadir Kapaj tha se janë njoftuar nga disa qytetarë. Autobusat shifën dhe vetë janë autobusa që nuk janë në përdorim, janë të mbushur me goma, bidona nafte, lëndë plastike të djegshme. Fillimisht ishte flakë jashtëzakonisht e madhe, tani me ndryrën tonë u bë fikja komplet autobusave. Policia dyshon se kemi të bëjmë një zjarrvënie të qëllimshme pasi djegja e autobusëve është bërë në mënyrë të njëtrajtshme. Kjo mënyrë djegje ngre dyshimet se aty është hedhur lëndë djegëse benzinë në disa prej autobusëve. Falëndërhyjes së zjarrfiksëve, flakët janë izoluar ndërsa nuk ka pasur asnjë dëmtim tjetër përveç djegjes së autobusëve. Në vendin e ngjarjes, pritet të hapen edhe disa kamera sigurie për të parë autorët që kanë vënë zjarrin e autobusëve dhe që kanë shkaktuar një ndotje teje të madhe në Durrës. Në ekonominë shqiptare ka patur një qarkullim rekord të eurove gjatë këtij viti. Kjo konfirmohet nga niveli i transaksioneve në euro, të cilat në 11 muaj kanë arritur vlerën e 5.6 miliard euro, duke tejkaluar nivelin e të gjithë vitit të kaluar. Dhe kjo tregon një ulje të informalitetit dhe më shumë zhvillim ekonomik. 5.6 miliard euro është vlera e transaksioneve në monedhën europiane në Shqipëri deri në fund të nëntorit. Kjo tregon se qarkullimi i monedhës europiane ka avijuar që të shënojë rekord në ekonominë shqiptare. Janë 5.6 miliard, të cilat janë transferuar nëpërmjet sistemit AIPS në periudhën janar-nëntor të këtij viti, ndërsa numri i transaksioneve rezultoi 357.000. Nëse bëjmë një krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, rritja rezulton 21% më shumë veprime dhe 19% më shumë në vlerë. Sipas statistikave të Bankës së Shqipërisë, kjo është vlera më e lartë e regjistruar dhe nëse e krahasojmë me vitin 2024, rezulton se në vlerë numër është tejkaluar niveli i transaksioneve të kryera për gjatë gjithë vitit. Në vitin 2024, vlera e transaksioneve të realizuara në sistemin AIPS euro ishte 5.2 miliard. Rritja e numrit të transaksioneve tregon se bizneset dhe qytetarët po përdorin më shumë sistemet bankare për lëvizje parash, duke shmangur keshin, çka ndikon në uljen e informalitetit në ekonomi. Por gjithashtu, kjo justifikon dobësimin e euros në tregun shqiptar dhe revanshin e lekut. Zyrtarisht, shtimi i qarkullimit të euros në treg lidhet me fluksin turistik, remitancat, por edhe investimet, sidomos në blerjen e pasurive të paluajtshme. Aktualisht, euro po këmbet me rreth 96 lek ose niveli më i ulët i regjistruar për gjatë gjithë vitit. Pavarësisht se Banka e Shqipërisë ka rritur rezervën valutore, duket se kjo nuk ka dhënë efekte në kursin e kombimit. Banka Qendrore parashikon të tërheqë nga tregu rreth 350 milion euro për efekt të rezervës valutore dhe për të stabilizuar kursin e kombimit gjatë 2025-s, duke rritur nivelin me 100 milion euro për gjatë vitit të ardhshëm. Me anë të një vendimi të fundit, Banka e Shqipërisë ka ulur komisionet për transaksionet që kryhen me AIPS euro, duke qenë kjo një shtys në rritjen e transaksioneve. Sistemi AIPS euro përdoret nga qeveria për të shlyer borxhin e jashtëm, nga bizneset e mëdha për të shlyer fatura, por edhe nga qytetarët, veçanërisht kur bëhet fjalë për shuma të mëdha parash, si në rastet e blerjes së pasurive të paluajtshme. Qytetarët e Kosovës shkojnë nesër në zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare të dytat brenda një viti që vendi nuk ka qeveri të votuar. Albin Kurti nuk arriti të formojë qeverinë pas zgjedhjeve të nëntëshkurtit, ku nuk arriti shumicën e nevojshme për të qeverisur i vetëm dhe
Në zgjedhjet e nesërme marrin pjesë 24 subjekte politike për 120 vende në parlament, ndërsa sot votoi diaspora e Kosovës në përfaqësi diplomatike të vendit në 18 shtete të botës. Mirë, bashkohet me mua nëpërmjet një komunikimi të drejtë për drejtë nga Brukseli, avokati i njohur zoti Hidayet Beqiri. Avokat, mirëmbrëma, faleminderit që je me mua drejt për drejt në ora e fundit. Faleminderit për ftesën, edhe gëzohem të jeni mirë. Avokat, ju përveç se jeni njeriu që keni bërë kallëzime për dosje të forta në Spaksi, që janë 21 janari, Gërdeci, por gjithashtu edhe ngjarje të tjera, së fundmi i jeni drejtuar me anë të një letre sekretarit amerikan të shtetit Marco Rubio në të njëjtën kohë kur në fakt Kongresi Amerikan pritet që të miratojë një projekt ligj për Ballkanin Perëndimor ku në fakt përfshihet edhe Shqipëria. Por çfarë përmban në thelb letra juaj dhe pse ju i jeni drejtuar pikërisht drejt për drejt sekretarit amerikan të shtetit Marco Rubio? Jo, Emiliano, ju keni parë tani që ka një strategji e cila do që të gjithë t'i konsideroj të përlyer në Shqipëri. Edhe kjo është një strategji që faktikisht po e përdor SPAK-u. SPAK u krijua për të luftuar korrupsionin e lartë shtetëror në Shqipëri dhe ishin pikërisht mbasi u formësua, domethënë edhe u propunua ideja që duhet një reformë e thellë në drejtësi, ajo që e mori situatën në dorë dhe që do ta mbështeste ishin Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, të cilët e mbështetën forcën politike që erdhi në pushtet në vitin 2013, Partinë Socialiste, dhe i tha pas ju do jemi ne që do ta mbështesim. Edhe ne pam pastaj se si u rreshtuan 140 deputet, thuajse me dhunë, me të gjitha llojit e mjeteve u përdorën shantazhe e tjera që ta votonin reformën në drejtësi, dhe ajo u bë faktikisht u ngrit edhe SPAK-u edhe gjykata si gjykata dhe organ akuze special, domethënë me atributet sikur Shqipëria të ishte në gjendje lufte, dhe faktikisht në gjendje lufte ishim për sa i përket korrupsionit të lartë shtetëror edhe krimit organizuar që kishte ndodhur në vendin tonë. Dhe ata kishin parasysh një seri ngjarjesh që kishin ndodhur në Shqipëri dhe që nuk kishin marrë asnjë lloj ndëshkimi. Vje fjala nuk morën ndëshkim vrasja e 2 prillit në Shkodër. Ishte një masakër që u bë ndaj popullsisë atje dhe posaçërisht pastaj ndaj 4 të rinjve, vetëm që të vinte Berisha në pushtet dhe vazhduan pastaj krimet me radhë, duke filluar me vrasjen e zgjedhjeve në maj të 96, edhe vazhduan pastaj me firmat piramidale kur ju vodhën shqiptarëve 4 miliard dollar dhe pastaj në vend që gjendeshin rrugët që të dënoheshin ata që e bën këtë masakër financiare, u bë kundërta, domethënë vjedhjet u bë, po u vranë 10.000 vetë, domethënë që dini ju protesta, ne u vrasim, lekët ti marrim dhe të vrasim. U bë pasaj grushti i shtetit, edhe nuk morën ndëshkim. Ata që bën grushtin e shtetit në 1998, vranë Azerbajdani fillimisht, pastaj bën grushtin e shtetit, pra për e patën domethënë krijuan një alibi, edhe nuk u dënuar, jo vetëm nuk u dënuar, po përkundrazi, se po të ishte dënuar për shembull krimi i grushtit të shtetit 1998, ne do ta kishim burg të përjetshëm Sali Berisha sot, edhe bandën e tij dhe mjaft ministrat të tij, do ta kishim në burg të përjetshëm atë Prençin, atë Shemsi Prençin. Dhe ai nuk ishte në burg të përjetshëm se bëri masakra atje atë ishte ai komandanti që udhëhiqte atë. Përkundrazi, ai tani dele bën analistin, e jep morale, ju bën moral shqiptarëve për televizione e tjera. Dhe vazhduan pastaj krimet me radhë në këtë vend dhe vazhdoi Gërdeci, krimi i shëmtuar dhe nga më të rendit u dogjën të gjallë 300 e ca veta. U vranë në 21 janar të 2011-s dhe askush nuk po merrte një dënim, plus ato
aferat e rënda korruptive të këtij vendi, privatizimet skandaloze, kriminale të gjithë pasurive kombëtare. U mor pasuria kombëtare e Shqipërisë dhe ajo u pritëndrua në dorën e shumë pak njerëzve që i muarën në formën e rishfetit ata dhe pastaj u dhan kriminalëve këto pasuri. Dhe për këtë u ngrit SPAK-u. Mirë, por nga gjitha këto krime që kanë ndodhur në vendin tonë dhe që e kanë dëmtuar rënd këtë vend dhe që e mbajnë peng këtë vend të krimit dhe që prej këtyre pasurive të grabitura, prej këtyre korrupsionit lartë shtetëror që u bë edhe para shtëpisë që ndodhet, tani komandohet krimi organizuar, komandohen vrasjet e tjera me radhë, gjitha pa përjashtim, dhe vendi e shpengi krimit në Shqipëri, e shpikërisht sepse këto nuk janë dënuar. Dakord, avokat, por avokat, çfarë provash keni paraqitur ju në SPAK për dy familjet, Berisha dhe Meta, të cilat ju i lidhnin me korrupsionin e madh në Shqipëri, dhe pse sipas jush këto prova që ju keni paraqitur nuk janë marrë parasysh nga organet e drejtësisë, që ju sot i drejtojni me një letër pikërisht sekretarit amerikan të shtetit, Marco Rubio? Problemi është që nuk kam quar vetëm mua, por kanë quar pastaj prova plot edhe të tjerë persona që i kanë kompletuar këtë dosje. Dhe gjitha këto dosje të korrupsionit që kanë ndodhur në Shqipëri, edhe duke unë i kam numëruar aty një pjesë të tyre, por janë afera të rënda korruptive të familjes Berisha, të cilat janë të listuara, janë 156 afera të rënda korruptive, që shumë e tyre totale i kalon disa miliard euro. E njëjta situatë, rreth 89 afera të rënda korruptive ka Ilir Meta me familjen e tij. Kur them 156 të Saliut, kam parasysh brenda gjithë familjen të Argita Berishës, të Shkelzem Berishës, të Liri Berishës, të Jamarbër Maltezit, e të tjerë. Por edhe tek Ilir Meta kam parasysh jo vetëm Ilirin e Monikën, por edhe vjerrën e tija, kunatin e tija, dajon e tija, e të tjera, që janë, mbi 80 e ca afera korruptive. Dhe këto janë të provuara, se faktikisht janë një numër i konsiderueshëm dëshmitarësh në Telekom, të cilëve u ikën 500 milion euro dhe u privatizua Telekomi, dhe këta dualën me gishtë në gojë dhe janë dyrëve të gjyqi tani thonë, po një jetë punuam atje, si na i mori për dhjam qeni Ilir Meta me baban e Irisa Gjigjos. Dhe Irisa në shi bilbilon atje me sekretare përgjithshme Ilir Metës, edhe vazhdon akoma jo, do më thënë që të shi me lekët e shqiptarëve që u ka grabitur, edhe me radhë dhe një numër i konsiderueshëm afera tjera korruptive. Të tëra këto faktikisht, SPAK i ka të regjistruara, por nuk i jeton, i ka blokuar, i mban të blokuara, edhe SPAK tani ndjek strategjin që me që është i kapur faktikisht nga politika, me që është i kapur nga Sali Berisha dhe Ilir Meta dhe bandat e tyre, jo thjesht dhe vetëm kriminale, kështu që të bëjnë dhe gjemën ata, madje ata e fusin edhe për të bërë kanosje, shantazhe e të tjera, dhe kanosjet e shantazhet e tyre arrinë edhe me krime, se bje fjala, ju e shikoni sot atë Monika Kryemadhin, e shikoni të bëj analistën atje tek Top Channel. Po pikërisht akuzat që u bën edhe ajo kur u vra roja atje tek Top Channel, edhe masakra që u bën me plumba mbi Top Channelin, mbi njerëz e Ilir Metës ran, edhe mbi te u ndërtua, ajo ishte pista e parë e hetimit. Dhe tani ata shikoj që bëjnë. Se jam i bindur që këtu diçka luan, do më thënë të krimi organizuar. Shiko, avokat, edhe pikërisht. Po, përfundoj mendimin. Po dëgjoj. Pra, po pikërisht, duke qenë njëjta kjo situatë, ne shikojmë që SPAK-u faktikisht po vepron tashmë politikisht. Në çfarë aspekt? Në aspektin që do gjërat e vogla, këto ta shtuquajtura ndërhyrje në tendera, shkeljet barazisme, tenderat, apo duke përqendruar vëmendjen vetëm në 103 funksionar të mëdhenj dhe të vegjël të Partisë Socialiste,
duke marrë, duke arrestuar shumë prej tyre, apo duke bërë gjemën e madhe për gjëra të vogla për zvenc kryeministrin Balluku apo për Erion Velin e tjera. Të tëra këto janë vogëlsira që këta i bëjnë për të vënë baraspeshën, për të thënë që ja shikoni janë dhe këta. Me të vërtet ishin ata, ne nuk po i hetojmë ata, sepse edhe këta po na bëjnë gjemën edhe këta të dytët. Po kjo nuk është e vërtet, edhe këtu fshihen një gjemë madhe, edhe këtu tani ata fshihen edhe përhapin që pas tyre janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Do me thënë, SPAK-u vepron sipas udhëzimeve, sipas prezencës, sipas ekspertizës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe pikërisht në këtë pikë avokat, në këtë pikë avokat, një qytetar i thjesht që është duke na dëgjuar në këto momente, bëhet kurioz apo do të di që ju këto prova që i keni dorëzuar në SPAK dhe që thoni nuk po merren parasysh apo SPAK nuk ka nisur hetimet. Këto prova do ja dërgoni edhe apo ja keni dërguar dhe sekretarit amerikan të Shtetit Rubio? Problemi është që ne Shteteve të Bashkuara të Amerikës tani në radh parë njëri themi që janë realisht ata mbrapa SPAK-ut apo nuk janë. Është interesi tyre që SPAK-u të veprojë sipas ligjit dhe të tërë të jetë barabartë para ligjit dhe të mos kursej asken që ka bërë korrupsion në këtë vend apo jo. Në rast se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë, domethënë, për këtë gjë, atëherë e keqja nuk qen nga tek SPAK-u, e keqja nuk qen nga, domethënë, këtu brenda se ndërhyj ka politika, po e keqja qen nga që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk duan të goditet korrupsioni i lartë shtetëror që ka ndodhur në këtë vend dhe nuk duan të goditen ata për të cilët u krijuar SPAK-u. Atëherë shqiptarët duhet gjejnë zgjidhje vetë. Atëherë shqiptarët duhet t'i bëjnë thirrje vetes vetë, edhe duhet të ngrihen në protesta masive me qëllim që të rivendoset e drejta në këtë vend, sepse neve domethënë të keqen e pas kemi nga jashtë, nuk e pas kemi domethënë këtu na brenda. Shkurtimisht, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jo pikërisht për këtë logjik që ti po thua, kam edhe një pyetje të fundit se jemi në limit të kohës. Ju thoni se drejtësia e re i ka kursyer Berishën dhe Metën, të cilët ju i konsideroni si arkitektët e korrupsionit në Shqipëri dhe që i kanë sjellë të gjitha të zezat këtij vendi. Por çfarë ka në dorë të bëjë sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio dhe nga ana tjetër çfarë ka në dorë të bëjë kreu i ri i SPAK, Klodian Brau? Problemi është që Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet një herë mirë t'i bëjnë të qartë popullit shqiptar që ata janë realisht për luftë kundër krimit organizuar dhe korrupsionit lartë shtetëror në këtë vend dhe që me drejt ata e konsiderojnë korrupsionin si armikun më të rrezikshëm për një kombë, për një vend dhe për një shtet. Dhe që kjo gjë duhet të demonstrohet dhe nuk duhet të fshihen këta frikacakët të korruptuarit edhe të kapurit nga grupet kriminale të Sali Berishës dhe të Ilir Metës në SPAK dhe që i kanë mënjanuar dhe nuk i jetojnë dhe nuk i çojnë bankun e të akuzuarve. Në rast se nuk çojnë këta në bankun e të akuzuarve, mos të mundohen kohë të mbushin mendjen e shqiptarëve që korrupsioni i madh po bëhet tani me tunelin e Llogaras apo me lotet e Unazës Tiranës e tjera, se këto janë prralla me mbret. Këto nuk kanë lidhje fare, s'ka asnjë lloj demi aty Shqipëria dhe shqiptarët, kush është ekspert edhe specialist, fare mirë i ka bërë e auditës, i ka bërë e sapet dhe i shikon që s'ka korrupsion aty. Tu ka shkelje të ndryshme që nuk ka paksuar pasuritë e shqiptarëve dhe janë prralla çdo gjë që ndodh dhe në këtë aspekt Shtetet e Bashkuara të Amerikës atë investim të madh që kanë bërë duhet ta justifikojnë dhe t'i thonë SPAK-ut, po të mbajnë me çdo lloj gjëje, me logjistikë, me lek, me të ardhura, me specialistë, me asistentë të jashtëzakonshme. Mbështetjen po ta japim, sa bën një arrestim ti në Basteje jemi e tjera me radhë. Por aman, jo që ta degenerosh, edhe ne na një anë investojmë për të mirën e Shqipërisë dhe të shqiptarëve, kurse ju bani akoma timonin nga Berisha dhe nga Ilir Meta. Se kështu, domethënë, po e degeneroni reformën në drejtësi, edhe po e degeneroni luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit lartë shtetëror. Prandaj duhet me çdo kusht të goditen këto aferat renda korruptive, duke filluar
me 600 milionët e vjedhura në rrugën e Kombit, me Armon, me Bankers Petrolin, me Gërdecin, krimi shëmtuar dhe aferë nga më të rëndët korruptive, e tjerat me radhë krime që janë, domethënë që i kanë bërë varrin Shqipërisë dhe shqiptarëve, dhe pastaja do vazhdojmë neve, ajo do jetë luftë në vazhdim, por jo që të merren me gjëra dytësore edhe të lënë jashtë goditjes ato që i kanë sjell Shqipërisë dhe shqiptarëve deme që nuk mund të riparohen më, deme që nuk ju bën as në luftën e dytë botërore, ato që ju bën nga Sali Berisha dhe Ilir Meta këtij populli, këtij vendi edhe këtij shteti. Kështu që këtu është ajo që ne ja kemi dhënë të qarta, të qiruara sekretarit amerikan të shtetit dhe ku konsistojnë provat, faktet e tjera për këto akte, sa miliarda kanë grabitur pasuritë të Shqipërisë dhe shqiptarëve, dhe pse nuk po i hyn as një gjem në këmbë, kush i mbron faktikisht këta? Pse nuk ngrihet steka pikërisht e këto krime nga më të rëndat, po merren me voglima, merren me konfeksione edhe merren edhe me ndërhyrje në tender, a nuk ndërhyrje në tender. Avokat, faleminderit, ishte kënaqësi që ishit me mua drejt për drejt këtë mbrëmje në ora e fundit. Faleminderit, kënaqësi për mua. Ndërkohë, abcnews.al është adresa jonë zyrtare në internet, ku ju mund të klikoni për të lexuar të gjitha lajmet në koreale, dhe po në koreale na dëgjoni në frekuencën e radios ABC 105 FM. Faleminderit që na ndoqët bashkë natën e mirë.